Sipas shtypit zvicerian, Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë një ultimatum Zvicrës ku i kërkojnë që të jap informacione të hollësishme lidhur me rrethmira shtetas amerikan të tjerë që dyshohet se kanë përdorur bankat zvicerane për të mashtruar raportimin e taksave. Raporti citon një letër të 31 gushtit nga prokurori i përgjithshëm i SBA-s, James Cole, i cili i ka kërkuar të dhëna të hollësishme lidhur me evazionin fiskal bankës zviceriane Credit Suisse, si dhe rreth 9 bankave të tjera zviceriane. Sipas raportit, nëse bankat në fjalë nuk i përgjigjen ultimatumit amerikan deri të martën, ndaj bankave mund të ngrihen akuza kriminale. Për këtë raport, i cili ishte botuar në 2 gazeta zvicerane, nuk ka komentuar as qeveria amerikane dhe as ajo zvicerane. Një nga artikujt citon zyrtar të afërt me këtë çështje, të kenë thënë se Washingtoni kërkon të di hollësi lidhur me numrin e amerikanëve që kanë llogari me depozita prej më tepër se $50.000 në bankën Credit Suisse, si dhe në të paktën 4 banka të tjera gjatë viteve 2002-2010. Në qershor të këtij viti, mes SBA-s dhe Zvicrës u arrit një marrëveshje me qëllim afrimin e bankave zvicerane për shmangjen e ndjekjes penale për evazion fiskal të qytetarëve të pasur amerikan. Ndërkohë, autoritetet amerikane u kërkojnë bankave pagesat e gjobave dhe dorëzimin e emrave të klientëve përpara drejtësisë. Në ndryshim nga Shtetet e Bashkuara, Zvicra nuk e konsideron si vepër penale evazionin tatimor.